Në 3 muajt e fundit, bashkitë, të kontrolluara në shumicë absolute nga Partia Socialiste, kanë prokuruar rreth 50 milion euro për asfaltimin e rrugëve të ndryshme, ndërkohë që vendi është pak muaj përpara zgjedhjeve lokale të parashikuara për në pranverën e vitit 2027. Gjithashtu rreth 20 milion euro të tjera janë parashikuar që të prokurohen për rikualifikimin e rrugicave në qytete të ndryshme gjatë vitit 2026. Të tjera shpenzime të ngjashme janë planifikuar nga bashkitë në buxhetet e tyre për vitin 2026, duke rritur vlerën e asfaltit elektoral në një total prej rreth 100 milion euro. Syri Televizion konsultoi të dhënat e publikuara në faqen e Agjencisë së Prokurimit Publik për tenderat e shpallur gjatë periudhës mars-korrik 2026 me fjalët kyç, asfaltim dhe mbikëqyrje asfaltimi. Nga verifikimi rezultoi se gjatë kësaj periudhe njësitë vendore kanë publikuar procedura ose kanë shpallur fitues për tendera me fond limit mbi 4.7 miliard lekë të reja, afërsisht 50 milion euro. Ndërkohë në rubrikën Regjistri i parashikimeve, Bashkitë Socialiste kanë shpallur tendera për asfaltim rrugësh deri në fund të dhjetorit 2026 për një vlerë totale rreth 1.9 miliard lekë, ose rreth 20 milion euro. Po ashtu nga konsultimi i buxheteve të miratuara nga bashkitë kryesore të vendit për vitin 2026, rezulton se janë miratuar projekte për asfaltim dhe rehabilitim rrugësh dhe që me shumë mundësi do të tenderohen në periudhën e vijim, me një vlerë që përllogaritet në rreth 40 milion euro. Asfalti elektoral është një ndër mekanizmat që qeveria socialiste ka aplikuar masivisht në vitet parazgjedhore si një formë për të bindur qytetarët se janë të angazhuar në zgjidhjen e problemeve infrastrukturore. Në përgjithësi këto investime harrohen gjatë ushtrimit të mandatit të kryebashkiakëve socialist, ose siç është konstatuar shpesh, punimet e tilla shërben vetëm si fasadë, pasi ato janë të një cilësie të dobët dhe prishen shumë shpejt.